Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, diabet, ushqimet që duhet të hani çdo ditë për të ulur sheqerin në gjak. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë disi e vështirë. Prandaj çdo frut ose perim që konsumohet duhet të jetë i duhur. Në këtë video do të listojmë disa nga ushqimet të cilat ndihmojnë me diabetin e tipit 1 dhe diabetin e tipit 2. Sipas ekspertëve do të rendisim këto produkte më të mira, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në stabilizimin e niveleve tuaja të sheqerit në gjak. Një nga produktet më të mira për personat që vuajnë nga diabeti është edhe peshku. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimet më të mira yndyrore omega 3 dhe acidet DHA dhe EPA, të cilët ndihmojnë me shëndetin e zemrës. Për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti, duhet të konsumojnë pasi janë të predispozuar që të preken edhe nga problemet e sëmundjeve të zemrës. Këto acide yndyrore që gjenden te peshqit janë të mira kundër inflamacioneve dhe përmirësojnë gjithashtu edhe qarkullimin e duhur të gjakut. Ushqimet e gjelbra janë një ndihmë shumë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti dhe mund të sjellin gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Perime të tilla si spinaqi, lëmpjeta, sallatat janë plot me vlera me pak kalori, duke qenë se këto produkte janë të pasur me vitaminën C, e cila luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit të lartë të gjakut dhe përmirëson gjithashtu edhe luhatjet kundër sheqerit në gjak dhe mund të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Kanella është një tjetër produkt ushqimor shumë i rëndësishëm, sidomos për ata personat që vuajnë nga luhatjet të theksuara të sheqerit në gjak. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilat mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të syve. Studime të ndryshme mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin të ulë kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga diabeti është edhe veza. Vezët janë me të vërtetë të pasura me vlera të larta ushqyese që mund të sjellin gjithashtu përfitime të mira unikale për shëndetin tuaj dhe në parandalimin e një sër komplikacionesh të tilla. Vezët janë një paketë me vlera të pasura shëndetësore. Përveç se mbajnë më gjatë të ngopur, nëse konsumohen rregullisht ato do të ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët mund të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga diabeti është edhe kosi. Kosi është një nga ato të paktat produkte të bulmetit më të mira për personat që vuajnë nga diabeti. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit redukton problemin e sheqernave dhe parandalon problemet e zemrës dhe probiotikët që përmban japin përfitime mbreslënse. Te personat me diabetin e tipit 2 kosi ndihmon në rënien në peshë dhe ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin tretës. Edhe arrorët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga diabeti. Arrorët janë të shijshëm, janë të pasur me vlera të larta për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra dhe elemente të pasur ushqyes që do të sjellin rezultate të kënaqshme edhe në stabilizimin e sheqerit në gjak. Brokoli është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë tashmë nga diabeti, i cili mund të sjellë gjithashtu edhe vlera të larta ushqyese. Studimet pohojnë se brokoli ndihmon në uljen e niveleve të tensionit dhe të problemeve të sheqerit, duke sjellë kështu rezultate më të mira për personat që vuajnë nga diabeti. Vaji i ullirit është një tjetër zgjidhje efektive për personat që duan të mbajnë nën kontroll luhatjet e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit ndryshe mund të quhet gjithashtu edhe balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL, që janë të pasura edhe me element të shëndetshëm për personat e diabetit të tipit 2. Vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe gjithashtu përmirëson shëndetin tuaj në 10 mënyra.
Prandaj, nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani nivelin e sheqerit në gjak në nivele të qëndrueshme, atëherë këto produkte ushqyese duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Arrat. Në përgjithësi, arrat janë të pasura me elementë shumë të mirë ushqyes, që do të sjellin rezultate të kënaqshme në çdo aspekt të shëndetit, në parandalimin e këtyre komplikacioneve dhe mbi të gjitha, në rritjen e përfitimeve më të mira kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Çaji. Çaji është i pasur me antioksidan. Shumë mjekë sugjerojnë të pini çaj natyror me bazë çaji jeshil ose çajin e zi, i cili mund të sjellë gjithashtu rezultate mjaft të mira ushqyese për personat që vuajnë tashmë nga problemet e sheqerit në gjak. Patatet e ëmbla gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj, duke sjellë rezultate të kënaqshme edhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate kaq me shumë përfitime për organizmin. Ajo zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe rrit gjithashtu përmirësimin kundër sheqerit në gjak. Vaji i ullirit është një burim shumë i mirë për të luftuar problemet e diabetit. Vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon edhe në jetëgjatësi dhe mund të sjellë gjithashtu rezultate mjaft të mira ushqyese për këta persona. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojë gjithashtu edhe tërshëra. Tërshëra ndihmon në ngadalësimin e problemeve të sheqerit në gjak, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt dhe duke parandaluar edhe luhatjen e sheqerit në gjak. Nëse doni që të parandaloni këto probleme, atëherë tërshëra duhet jetë pjesë e pandar e dietave tuaja. Kanella është një zgjidhje ushqimore shumë e mirë për personat që tashmë vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Një nga gjërat më të mira është se kanella është një zëvendësues shumë i mirë i ëmbëlsirave për të pasur gjithashtu një luhatje më të dobët të sheqerit në gjak. Nëse doni që të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë kanella duhet të jetë pjesë prezente e dietave më të mira, të cilat do të sjellin edhe një stabilizim të niveleve tuaja të sheqerit në gjak. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak mund të jetë edhe shparaguj. Shparagujt mund të zvogëlojnë shumë rrezikun e problemeve të diabetit të tipit 2 dhe të sjellin gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë drejtim, duke ndihmuar dukshëm edhe për personat që vuajnë nga problemet të sheqerit në gjak. Është e rëndësishme që në dietën tuaj të përfshini gjithashtu edhe çokoladën e zezë. Për aq kohë sa është ekstra e zezë, sa më erë çokolata, aq më pak sheqer përmban. Jo vetëm që është e pasur gjithashtu edhe me antioksidant që do të zvogëlojnë edhe nivelin e insulinës, por do të sjellin rezultate të kënaqshme për shëndetin tuaj në balancimin e këtyre problemeve dhe në mbajtjen në kontroll të shëndetit tuaj. Spinaçi është një tjetër produkt efektiv për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Spinaçi është shumë i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe akoma më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara gjithashtu për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Nëse doni që të mbani nën kontroll këtë problem, spinaçi duhet të kryesojë listën tuaj të produkteve natyrale, çka do të ndikojë pozitivisht edhe në mbrojtjen më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Farat e lirit. 3 nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuara në farat e lirit, yndyrnat e shëndetshme, fibrat dhe proteinat, shumë të rëndësishme këto për të mbajtur nën kontroll luhatjet e sheqerit dhe për të përmirësuar gjithashtu edhe shëndetin tuaj në mënyrë krejt natyrale. Kosi i thjesht natyral mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për këta persona, pasi mund të sjellë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Edhe avokado është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Nëse doni të përmirësoni nivelin e sheqerit në gjak, avokado duhet të jetë pjesë e pandare e dietës suaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.